Sali Berisha është i vetmi që ka komentuar përsiatjen e gjatë e Edi Ramës duke sjellë modelin e prokurorit amerikan Robert Jackson. Sipas kreut të opozitës, Rama ka tentuar të shantazhojë prokurorët, pasi në qasje kishte një frazë ku e quan një prokuror vrasës, edhe pse i ashpër qëndrimi i Sali Berishës fshinte një lloj kënaqësie të dukshme për hyrje në linjën e hapur të sulmit ndaj SPAK, edhe të kolegut të tij të dashur armik. Është në stilin e tij që kënaqësinë ta tregoj me një mazokizëm politik, që tashmë është kthyer në një model në gjithë politikën shqiptare, veçanërisht në atë që e konsiderojmë të djathtë. Sali Berisha si leverdiste ta kthente këtë çështje në drejtimin që kërkon ai, por e vërteta duket se flet diku tjetër. Edi Rama, pamfletin e tij në lidhje me veprimet e SPAK, nuk e kishte fare me prokurorët që po i mosyn qeverinë, pasi ai e di se çdo aksion ndaj tij nuk është as pak një predhe dukshme nga topi i Altin Dumanit prej stacionit të trenit, siç e pëlqen Rama ta quaj, por një silur në ndetseje që urdhrin e goditjes e ka nga larg. Po, nga larg fare, eksaktësisht përtej oqeanit, nga një zyrë në departamentin e shtetit, nga ku një zyrtar i lartë i tij u dërgua me urgjencë në Shqipëri më 31 tetor dhe nuk e takoi fare Edi Ramën, por vetëm ministrin e drejtësisë dhe atë të brendshëm. E siç mësohet, lamallarit i është kërkuar që të mos kryej asnjë akt që do të pengoj pavarësinë e drejtësisë dhe e Koçiut, që policia të mos pengoj punën e SPAK, aq më shumë të bëjë ndonjë shkelje e kompetencash, për cila do të pendohet rënd kjo qeveri dhe kjo mazhorancë. I përgatitur për lëvizjet e forta nga SBA, Edi Rama e ka pritur goditjen e radhës, e thjesht është në fazat për të negociuar, duke i çuar atyre një mesazh të koduar se si e shikon ai këtë negociat.